Le të fillojmë një herë të kuptojmë se cilat janë tre mënyrat për të shkuar atje. Tre mënyrat nga këtu ku jam për të shkuar atje. Okej? Mënyra e parë, të mësosh nga vetja. Shkruaje këtë, të mësosh nga vetja. Kjo njihet edhe si shkolla e goditjeve të forta, të mësosh në mënyrën hard way. Kjo mënyrë ka disa avantazhe. Ti nuk ke tarif shkollimi, nuk ke tarif fare studimi, nuk ke fare nevojë për investim, nuk ke nevojë fare të aplikosh. Kushdo mund futet edhe ti mund të mësosh sa ngadalë të duash. Sa ngadalë të duash për ty është okay. Por cili është problemi këtu? Problemi nga të mësuarit nga vetja, ti nuk ke feedback, nuk ke objektivitet. Shkruaje këtë. Ti nuk di atë që nuk di. Test nuk e di. Është një rrugë të mësuarit nga vetja, është një rrugë e ngadalë. Bën shumë gabime. Nuk ke perspektivë, nuk ke kërkesë llogarie. Kjo është kur ti mëson nga vetja. Dhe dy probleme më të mëdha me të mësuarit nga vetja janë këto. E para, ose nuk mëson fare, nul fare, ose nuk mëson fare, ose mëson në mënyrë perfekte diçka të gabuar. Po t'jap një shembull nga mentori im. Është një mentorim i biznesit. Ai kishte qef, kishte pasion, Jeet Kune Do. Nuk e di, pra ata që nuk e din, Jeet Kune Do është arti marcial që ka krijuar Bruce Lee. Ai ishte fan si Bruce Lee, edhe duke qenë se ishte fan si Bruce Lee, dhe tash edhe unë jam fan si Bruce Lee. Okay? Tani kur mentori im i biznesit donte të mësonte për hobi, për pasion, kujdes, për pasion. Neve kemi gjëra që mësojmë për pasion, kemi gjëra që duam të mësojmë thjesht për hobi. Nuk duam patjetër vetëm biznes. Duam të mësojmë gjëra për shumë bukura, të reja. Kur neve mësojmë gjëra të reja, neve karikojmë më mirë veten edhe ndjehemi më të motivuar. Mentori im kishte dëshirë që të mësonte artin marcial të Bruce Lee, pra Jeet Kune Do. Tani çfarë ndodhi kur ai po mësonte nga vetja? Po të tregoj historinë se ky mentori im si e bënte, si e mësoi ky Jeet Kune Do, E mësoi nga vetja, okay? Ai çfarë bënte? Shikonte të gjitha filmat e Bruce Lee. Kishte një skut aty në shtëpi edhe bënte këto lëvizjet, stërvitjet, mënyrën e tij, goditje, rrotullime, ulërima si Bruce Lee. Po bënte gjitha ato lëvizje sepse mendonte që çfarë ti shikon në televizor, çfarë shihje në film, ishte arti marcial i vërtet i Bruce Lee. Dhe thoshte me vete, Bruce e bën këtë, edhe unë do ta bëj këtë. Bruce e bën këtë, edhe unë do ta bëj këtë. Ai ulërin, edhe unë do ulëri. Asnjë gjë të keqe s'ka. Nuk e dinte që shumë prej tyre ishin për efekt filmi. Deri në momentin që takoi mjeshtrin e Jeet Kune Do, që quhet, to kanë një term teknik që quhet Sifu. Ata kanë një emër specifik për këtë lloj mjeshtri, pra quhet Sifu, mjeshtër, Sifu. Pra, mentori im takoi Sifu Ted Wong. Ted Wong ishte një nga nxënësit më të mirë të Bruce Lee në kohën e vet. Tash çfarë ndodhi? Sifu Ted i tha, okay, hajde më tregoje çfarë diti për Jeet Kune Do. Dhe Juri tani, me gjithë vetbesimin e tij, tregoi Jeet Kune Do në vërtet. Filloi të bëj këto lëvizje. Dhe Sifu Ted ne duhet të këtë, mos më sot. Mbulon duart me fytyrë sot. Çfarë je duke bërë sot? Lutem ndalo. Kjo është Jeet Kune Do? Çfarë është kjo? Jeet Kune Do është kjo? Por e thoshte ky, të gjitha goditet I kam qive këtë, kape këtë, Unë e kam pa në për filme, kjo është e sakt fare. Edhe ky Sifu e dhe lutem ndalo, se kjo që po bën është e tmerrshme. Kjo nuk është Jeet Kune Do. Kjo është film. Është një film, por nuk është arti marcial I vërtet I Bruce Lee. Ai diti që në realitet Bruce Lee nuk bënte fare zhurmë, nuk kishte ulërima, nuk kishte ha hi hu. Ishte I heshtur, bënte lëvizje minimale. Ai shpjegoi të gjithë filozofinë e vërtetë. Dhe të gjitha ato orë që Juri kishte kaluar duke praktikuar në shtëpi, duke goditur jastrik, duke menduar se po mësonte, në fakt po mësonte totalisht gjën e gabuar. Tani I duhej të çmësonte të gjitha ato zakone të këqija,
i duhet i zhbënte ato zakone që mendonte se ishin të sakta, dhe më pas të mësonte atë që ishte realisht të saktë. Për shembull, në filma ti duhet të lëvizësh në mënyrë që kamera të ndjek. Edhe ti duhet bësh, kamera për shembull nuk e kap dot një lëvizje të vogël, edhe të shpejtë. Prandaj Bruce në film përdor lëvizje të mëdha. Por në Taekwondo në vërtet, ti bën lëvizje minimale. Mëson si të godasësh kundërshtarin pa e treguar paraprakisht lëvizjen. Po Juli nuk e dinte këtë. Ai jo vetëm që nuk mësoi, por mësoi perfekt gjën e gabuar, sepse po mësonte nga vetja. Dhe kur ti mëson nga vetja, a mundet ta kuptosh apo e bën drejt apo gabim? A ke feedback nga dikush tjetër? Jo. Prandaj i mori shumë kohë. Shumë kohë që ta çmësonte. Të çmësosh zakonet e gabuara. Të çmësosh atë që ti mendoje se ishte e drejtë, që të mësosh atë që është vërtet e drejtë. Kjo kërkon kohë, kërkon shumë kohë. Të tillë situatë pata dhe unë jetën time. Bëra një trajnim biznesi 2 ditor, në Angli aty u motivova, thash yes, unë jam gati. Tani mësova dhe tani po i futem biznesit. Hapa Trace Marketing, agjencinë time të reklamave. Okej. Ishte bukur, ishte bukur. Tash më vjen me qeshje, them, por ishte shumë e bukur. Thash, tani do bëj namin. Edhe fute bjerë kombe. Fillova të shisja me atë metodën që dija vetë. Kush është metoda tradicionale e hershmja? Door to door. Shko zyrë në zyrë edhe bjeri këmbëve. Biznesi, shitja, loj numrash. Sa më shumë zyra të takosh, aq më shumë do shesësh. Bjeri, jepi. Tako zyrat. Edhe unë çfarë bëja, shkoj nëpër zyra, sepse këtë metodë dija dhe këtë dija si vetëm mundësi për të shit. Shkoj nëpër zyra, mishu bukur, me kostum. E thoja, përshëndetje zotëri. Kjo që do të tregoj është diçka mahnice. Unë kam shërbimin më të mirë dhe më të lirë të mundshëm. Bum! Më mbyllnin derën. Tmerr. Vetëm nga kjo strategji, unë mbaj 100.000 euro vetëm nga door to door. Door to door dhe nuk i kisha asnjë. Tmerr. Tani, shkojmë tek mënyra e dytë për të mësuar. Të mësosh nga rrethi yt i afërt. Shkruaj edhe këtë. Mësosh nga rrethi yt i afërt. Kolegët, familjarët, miqt, njerëzit rreth teje, prindrit. Dhe tani, të bëj një pyetje. Rrethi yt a fiton më shumë para se ty? Më pak para se ty apo afërsisht njësoj? Tani, normalisht ata fitojnë njësoj. Tani, ata mund të jenë shumë mirë në fushat ndryshme, mund të jenë shumë mirë në piano, ose mund të jenë shumë mirë në golf, janë të shkëlqyer në golf. Por unë po flas vetëm për të ardhurat dhe pasurinë neto. Ata fitojnë afërsisht sa ti, apo jo? Në termat të ardhurave të pasurisë, ata është drejt të thuash që ata janë pak a shumë niveli jot, plus minus. Okej? Tani, ja ku qëndron problemi. Nëse ti merr 2 persona që kanë të njëjtën shkallësi financiare. Pra, nëse ti fiton pak a shumë njësoj, do të thotë që shkallësia jote financiare është pak a shumë e njëjta. Tani, nëse marrim 2 persona që kanë të njëjtën shkallësi financiare, si drejshin do mësojnë këto nga njëri tjetri, ata din afërsisht të njëjta gjëra, kanë afërsisht të njëjtin sasi informacioni. Është njësoj sikur unë dua të mësoj, për shembull, të kërcej vals profesionist. Okej? Do marr në një pjesë në një kompeticion dhe do të mësoj valsin profesionist. Edhe nuk di fare të kërcej, po fare, jam dram komplet. Tani, shkoj i them shokut, "Hey, a di ti të kërcesh?" "Jo, nuk di." "Je i kualifikuar, hajde me mua." "Ti di?" "Jo, nuk di." "Je i kualifikuar, hajde me mua." Edhe i mbledh gjithë këto shokët aty, edhe miqt, edhe familjarët, edhe le të mësojmë nga njëri tjetri vals profesionist. Qa logjike është kjo? Kjo është një nga mënyrat më të dobta dhe koha për të mësuar është e tmerrshme, është bullshit, është një gjë kot nuk po mëson. Tani, ti të bëjmë një krahasim tani. Tani që e mendoj, them, kjo është metoda që nuk do ta përdorja kurrë sot për të mësuar diçka profesionale. Nëse unë di të bëj diçka,
Okej. Unë nuk di të bëj diçka. Ti nuk di të bësh diçka. Ti nuk di të bësh diçka. Mblidhemi bashkë në një dhomë edhe themi, shiko, hajde po mblidhemi bashkë edhe do mësojmë të kërcejmë vajzë, le të shpresojmë që do mësojmë nga njëri tjetri. Ka logjik kjo gjë? Është bullshit. Nuk ka fare logjik. 10 veta që nuk din fare të kërcejnë vajzë, mblidhen bashkë edhe le të shpresojmë në Zot inshallah po mësojmë të kërcejmë. Nuk ka kuptim gjëja. Shikon pra sa absurde që është? Tani mbajshëm një gjë. Një grumbull ignorance nuk është dije. Nuk ka lidhje me dijen, një grumbull ignorance. Okej? Tash dikush më thotë shikoj se eri un kam qef të ri me miq, kam të ri qef me shokët, të ri qef me familjarët, ndajmë energji pozitive, kënaqemi, kalojmë kohë mirë bashkë. Yes, shumë mirë, rri, kënaqu, bisedo, kalo kohë të bukur, it's up to you. Por mos prit të mësosh ndonjë gjë. Ti mund të rish me familjarët, mund të rish me miq, është shumë në rregull, po jo për të mësuar diçka të re. Jo për të mësuar se si të bësh biznes, si të shkosh në atë next level. Po tregoj një situatë tjetër nga jeta ime. Unë kisha këtë agjencinë e marketingut, Trace Marketing, dhe duke pyetur miq, kisha problem me shitjet faktikisht, kisha problem me konvertimin, nuk dija si të zgjeroja tregun, nuk dija se si të merja më tepër klientë cilësor në biznesin tim, edhe po pyetja miq. E ç'a bëra? Punësova një drejtor me 2 fishin e pagës që ishte në treg. Normal, Tash hera parë që ti punëson dikë kyç në kompani, ta të shpit. Yes. Kush, besoj më kupton edhe ti këtë gjë, ke bërë edhe ti këtë gjë, Po apo jo? Ti tash mendon se ai do vi, do bëj namin. Ti mendon shyqysh që erdhi ky o Zoti i Madh dhe do bëj revolucion në biznesin tënd. Do ta ndërtoj biznesin tënd, do ta paketoj, do të bëj një sistem mahnitës. Ky superdrejtori erdhi te kompania ime dhe më prodhoi mua për 2 vjet një dëm financiar 40.000 euro. Humba me shumë sukses plot 40.000 euro. Kjo ishte kur mësova nga miqtë e mi. Merë, bullshit. Humba 100.000 euro nga që mësova vetë. 20.000 euro sepse mësova nga miqtë e mi. Po tani, cila është mënyra e parë për të mësuar? Mësosh nga vetja. Po e dyta, të mësosh nga miqtë e tu. Deri këtu, dram komplet. Të dyja duken dram. Tani, le të shpresojmë që kjo e treta t'ja vlen. Tani, cila është mënyra e tretë? Mënyra e tretë është që ti mëson nga një mentor. Kujdes, ti të shi po pyet ç'ne mentori, ç'pun kemi ne me mentorin. Pse duhet patjetër me mentor? Mbamën diçka, shkruaje. Ti nuk e shikon dot etiketën tënde kur je brenda kavanozit. Je shumë afër problemit, je i lidhur emocionalisht me problemin dhe ti nuk ke objektivitet. Nëse mund t'jap një shembull, kirurgët, doktorët e mëdhenj, nuk mund të bëjnë dot operacion një familjarin e tyre. Ata nuk mund ta bëjnë dot operacion vetë në vetë, pas familjarët e tyre. Pse? Sepse janë shumë afër problemit dhe nuk mundet dot ta shohin me objektivitet. Dhe është ndaluar në mjekësi që ti të bësh operacion familjarin tënd. Je shumë i lidhur emocionalisht me problemin dhe me gjërat. Ti nuk mundet dot ta bësh këtë gjë. Ama, pra, nëse ti je brenda kavanozit, je i lidhur, ti nuk mund ta korrigjosh dot veten. Pse? Sepse ti nuk di atë që nuk di. Ti duhet të mësosh të bëhesh mjeshtër. Dhe kujdes, përkufizimi i mjeshtrisë është mjeshtria është aftësia për të ekzekutuar një veprim pa pasur nevojë për përpjekje të vetëdijshme. Okej? Mendo pak për Mesin në futboll. Ai nuk mendon më me vetdije se çfarë lëvizje bën. Shiko tash. Ta marr topin me krahun e djathtë, me këmbën e djathtë. Do t'i bëj një finte, do t'i bëj një trik te këmba e majt, pastaj do bëj sikur, pastaj do e kaloj tek e djatha, do shoh por bam do bëj gol. No, kjo nuk funksionon me vetdije. Ai e ka praktikuar aq shumë sa çdo veprim është bërë instinktiv, i rrjedhshëm, pa përpjekje mendore të vetëdijshme. Ai nuk ka vetdije teknike. Kjo është mjeshtria. Kur teknika, përvoja dhe përqendrimi bashkohen në një mënyrë që mendja të mos ndërhyjë më. Pra ti fillimisht e brendon veprimin me mendje
e bën me trup, dhe në fund ti bëhesh vetë veprimi. Tani si funksionon kjo në closer, në biznesin tënd. Një closer high-ticket nuk mendon më se çfarë duhet të them tani. Ai dëgjon, ai e ndjen dhe reagon në mënyrë natyrale, sepse çdo teknik është bërë pjesë e tij tashmë. Ai është bërë veprimi vet. Dhe kjo ndodhi dhe me mua. Kur takova të mentorin e biznesit, më tha: "Eri, nuk mësohet bicikleta duke parë të tjerët si japin bicikletës. Ti nuk je aq i mirë se sa mendon. Je më i mirë." Dhe ai pati besim tek mua më shumë se sa unë kisha tek vetja ime. Sepse pikërisht kjo është puna e mentorit. Të besoj tek ty më shumë se sa ti beson tek vetja jote. Pse? Sepse ti nuk e lexon dot etiketën, pra. Nuk e lexon dot etiketën tënde kur je brenda kavanozit. Je shumë afër problemit, nuk ke objektivitet. Imagjino, ti tani do të mësosh se si të realizohen këto marrëveshjet e shtrenjta, marrëveshjet high-ticket, 5.000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro marrëveshje. Do të mësosh, nuk di fare, je zero, nuk e lidhje fare me shitjen, nuk ke provuar në herë shitjen, ose ke provuar, por të bësh 5.000 euro kontratë, nuk duket shumë pa mundur, ose 100.000 euro kontratë. Tani, imagjino që po përpiqesh të mësosh të gjitha këto gjëra vetë, pa mësues, pa strukturë, pa drejtim. Sa kohë do të merrte të mësoje të gjitha këto gjëra vetë? Sa vite do të merrte të mësoje të gjitha këto gjëra vetë, që do të nevojiteshin nga tani këtë që unë kam mësuar prej vitesh duke humbur shumë para? Mbamën diçka që të thash. Të mësosh nga vetja nuk ka tarifë shkollore, nuk ka investim, por kujdes, ka një kosto të madhe. Shkruaje këtë. Nuk ka tarifë shkollore, nuk ka investim, por ka një kosto të madhe. Një kosto shumë të madhe kur mëson nga vetja. Një mentor mund të ndihmojë të shkurtosh kohën e të mësuarit dhe të kalosh në nivelin që ti dëshiroje. Kjo është diferenca ndërmjet të mësuarit nga vetja, të mësuarit nga miqt apo të mësuarit nga një mentor. Okej? Tani, nëse të kujtohet, mëson nga vetja 100.000 euro dëm. Mëson nga miqt 40.000 euro dëm. Edhe 4 vjet për të ditur çfarë? Atë që nuk di. Vendimi është i yti. Tani, në jetë dhe në biznes, ti ke 4 mënyra se si ti mund ta luash lojën e jetës. E para, refuzon të luash, justifikosh. Ekonomia është në rënje tani, biznesi im kaq e ka limitin, nuk mund të ecë dot më tepër, industria ime është kaq, nuk mund të toleroj dot më. Konkurenca kaq të lejon. Nuk funksionon tek biznesi im. E çfarë bën ti? Të gjitha këto janë justifikime dhe ti po luan lojë, ti s'po e kupton, po ti po luan lojën, ti nuk po luan lojën, ti po refuzon luash. Po e heq fuqinë nga vetja dhe po e çon tek tjerët. E po thu kaq mundsi ka. Mënyra e dytë është që ti bën sikur luan. Ti fiton aq pak sa nuk ja vlen fare të quhesh pronar biznesi me të punësuar, të marrësh njerëz të fusësh në punë. Pse? Se fitimi jot është shumë i vogël. Mirë, po kujdes, kur fitimi jot është shumë i vogël, imagjino atë tjetër që do vit punoj me ty, edhe karrierën që ai pret të rritet me ty, edhe zhvillimin e ty. Është gabim, ti po bën sikur po luan, nuk po luan. Mënyra e tretë është që ti luan për të mos humbur. Fokusi yt është frika. Inshallah s'po humb. Kujdes, tash do të jemi kujdesshëm se mos humb, kujdes. Ti po luan në safe mode. Kujdes, mos humb. Në mënyra e katërt, ashtu siç Messi luan, ti luan për të fituar. Loja për të fituar kërkon patjetër një mentor. Nëse do të mësosh Jeet Kune Do, merr një sifu. Nëse dëshiron të mësosh kërcimin i një valci profesionist, merr një koreograf. Ama, nëse do të çosh biznesin tënd dhe jetën tënde në next level, atëherë merr një mentor biznesi. Çdo biznes në botë ka edhe diçka tjetër, mundem Renela? Okej, edhe diçka tjetër. Dua të sqaroj diçka në lidhje me biznesin. Tani çdo biznes në botë ka një produkt
një produkt, një shërbim që e shet në këmbim të një që ne e qymë fitim. Okay? Nëse ti do të çosh biznesin të në next level, je këtu, do të shkosh këtu, do të shkosh në next level, kjo, çfarë kuptimi ka kjo për ty? Ku do të rritesh? Si do të rritesh? Tashi, për ta kuptuar këtë, analizo së pari ku je bllokuar. Çfarë të pengon të shkosh në next level? Tashi ti mbase po thua, asnjë gjë s'më pengon. I kam të ezi gjitha në rregull kam. Atëherë, nëse nuk po të pengon asgjë për të shkuar në next level, pse nuk e ke arritur? Pse s'e ke bërë këtë? Bamën diçka. Për çdo gjë që ti nuk ke arritur, ka diçka që të pengon. Se ndryshe do ta kishe arritur tashmë. Do e kishe kaluar biznesin tënd në next level apo jetën tënde në next level. Pra është diçka që ti nuk po e kupton. Nëse ti shumicën e kohës e kalon tek produkti, shërbimi këtu, ti je i mbyllur këtu totalisht, s'kam kohë, s'kam kohë. Shumë pronar biznesi janë të bllokuar te ky katrori këtu. Shumë pronar biznesi e kanë mendjen gjatë gjithë kohës se si ti shërbej klientit, si të përmbush ato pritshmëritë e klientit. Janë të bllokuar këtu dhe nuk e ngren kokën për ta parë biznesin nga lart sepse janë plot me punë, janë full me punë. Dhe nuk kanë kohë, dhe janë të bllokuar këtu. Ti i thua, hajde tek trajnimi i biznesit, hajde trajnimi i biznesit të mësosh se si të zgjerosh biznesin, edhe i thot, ku kam kohë, kam kohë, jam full, s'kam kohë. Pse? Sepse janë të bllokuar te ky katrori këtu. Ose ti mund të jesh i bllokuar te ky katrori i mesit. Pra, ti po bën biznes shumë, je kështu si artist, artist. Po bën biznes artistash dhe nuk di të lexosh gjuhën e biznesit. Nuk di se çfarë janë raportet financiare, cila është gjuha e biznesit edhe si flet biznesi. Apo mund të jesh bllokuar këtu tek shitjet. Ti je sekreti më i madh në botë. Asnjëri nuk e di që ti ekziston. Askush nuk kërkon të bëj biznes me ty, askush nuk ka interes për produktin tënd apo për shërbimin tënd, ose ti ke aq shumë kërkesa, pra gjithë duan të bëjnë biznes me ty, aq shumë kontaktime, aq shumë të marrin telefon, aq shumë por ti nuk di ti konvertosh në shitje fitimprurse, në shitje high ticket, në shitje që t'ia vlej biznesi. Ti mund të kesh probleme tek stafi që nuk po mbyll ose tek sistemet që nuk i ke të sakta. Pra, ta sqaroj edhe një herë mirë këtë shitjen. Tek shitja ti mund të kesh dy probleme madhore. E para, ti mund të jesh sekreti më i madh në botë. Askush nuk e di që ti ekziston. Nuk ke fare kërkesa, nuk ke fare njerëz që thon kam interes për produktin tënd. Ose e dyta është që ti nuk po konverton sipas interesave të biznesit tënd, pra shitje high ticket, shitje me marrë fitimi në mënyrë që ti të bësh atë biznesin tënd. Tani këtë hartën që ke këtu, analizoje vetë dhe shiko se çfarë mund të riparosh vetë. Shive çfarë mund të riparosh vetë. Ose mund të riparosh me miqt, shive çfarë mund të ndihmojnë miqt, ose kërkoj një takim me një person i cili është i specializuar për këtë punë, i cili është i certifikuar për këtë punë. Dhe për ta mbyllur, unë mendoj që rritja është zgjedhje. Në fund të ditës, suksesi nuk i takon më të mirëve. No. Por atyre që guxuan të bëhen më shumë se ç'ishin dje. Nëse sot u hap një dritare e vogël, mos e mbyll. Nëse u hap një dritare e vogël tek vetja jote, mos e mbyll. Sepse rritja është zgjedhje. Dhe kjo zgjedhje fillon pikërisht tani.